Gjatë vitit 2025, Filharmonia e Kosovës ka zhvilluar një sezon të gjerë artistik, duke organizuar 10 koncerte simfonike dhe kamertale, si dhe ngjarje të veçanta muzikore në kryeqytet dhe në qytetet e tjera të Kosovës. Sezoni koncertal i këtij viti është karakterizuar nga një repertori i larmishëm që përfshiu vepra të kompozitorëve klasik botror si Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaikovsky, por edhe krijimet e kompozitorëve shqiptar, duke i dhënë hapësirë identitetit muzikor vendor dhe krijimtarisë bashkëkohore. Filharmonia ka bashkëpunuar gjatë vitit me dirigent dhe solist të njohur nga Kosova dhe jashtë saj, duke sjellë interpretime të nivelit të lartë artistik. Koncertet janë mbajtur kryesisht në sallën e kuqe të Pallatit të Rinisë në Prishtinë, por edhe në hapësira të tjera kulturore, duke zgjeruar audiencën e muzikës klasike. Një pjesë e rëndësishme e programit të vitit 2025 kanë qenë edhe koncertet kamertale dhe projektet speciale, të cilat kanë ofruar një qasje më intime të muzikës klasike dhe kanë krijuar hapësirë për eksperimentim artistik dhe bashkëpunime ndërdisiplinare. Paralelisht me aktivitetin koncertal, Filharmonia ka zhvilluar dhe projekte edukative, duke organizuar koncerte për nxënës dhe student, si dhe aktivitete sensibilizuese për afrimin e brezave të ri me muzikën klasike. Këto projekte synojnë ndërtimin e një publiku të ri dhe rritjen e interesimit për artin muzikor. Gjatë vitit 2025, Filharmonia e Kosovës ka qenë pjesë edhe e ngjarjeve me karakter përkujtimor dhe festiv, duke kontribuar në shënimin e datave dhe momenteve të rëndësishme kulturore e historike të vendit përmes muzikës. Sipas drejtuesve të institucionit, ky vit ka shërbyer për forcimin e rolit të Filharmonisë si institucion kombëtar i muzikës, për rritjen e cilësisë artistike dhe për afirmimin e saj në skenën kulturore rajonale. Me aktivitetet e realizuara gjatë vitit 2025, Filharmonia e Kosovës konfirmon vazhdimsinë e saj si një nga shtyllat kryesore të jetës kulturore dhe muzikore në vend.